Përshëndetje dhe të falenderoj dhe unë për ftesën. Ditë e bukur sot, avokat. Të shikoj me diell aty. Unë jam në Kurvelesh, jam në Progonat, është me të vërtet një ditë tamam, ditë pranvere. Madje mund të them që po të rrish shumë në diell është vap. Por jam në kushte fushore, t'ja kupton. Ju kuptoj, por edhe në aspektin e asaj që prisit besoj dita është pozitive, mas një nate turfulluese. Jo, ajo që pres unë është që të qërohet komplet establishmenti politik bashkë me qeveri, po megjithatë duhet të themi mendimin tonë lidhur me këtë që po bën ky pallosh i gjatë. Ky nuk po bën asgjë tjetër vetëm se merr sa aspirina për të mbajtur akoma të gjallë këtë kufon politike që quhet Partia Socialiste, që praktikisht është në grahmat e fundit të jetës. Dhe kërkon tani që të ndryshojë 3-4 veta apo 5 apo 7 sa ka ndryshuar, me qëllim që vetë të vazhdojë të rrijë natyrisht. Është e njëjta politikë që ka ndjekur Enver Hoxha që nga momenti që mori pushtetin dhe para se të merrte pushtetin, kur u krijua Partia Komuniste e Shqipërisë nga Mungosha dhe Popovici dhe deri sa vdiq, sa u qërua. Të njëjtën gjë po bën edhe ky pallosh i gjatë. Kërkon me çdo kurrë që të mbajë pushtetin duke bërë ndryshime, ndroi njëri nesër, ndroi tjetri pas nesër. Problemi është që ky nuk merr njerëz me integritet dhe personalitete që i njeh populli dhe i do popull, po ky merr nga rruga e i bën ministra. Se nga i gjeti Pirolongun apo këta të tjerët, një zotë. Po marrim me radhë, po te kjo e Ballukut, pa shkuar pastaj te Spiropali me Pirovëngu dhe të tjerët. Pse mendoni që u poqën kushtet tani për ta larguar? Sepse deri dje ishte qëndrimi i fortë, jo, nuk largohet. Ka dhënë dorëheqjen, nuk e kanë pranuar. Kurse tani e pranojnë. Mendoj që mund të ketë marrë në garanci nga Ballukja që nuk do flasi. Ju keni folur dhe për presion gjerman, avokat, në bisedën e parafundit. Shiko, gjermanët dhe austriakët dhe amerikanët e monitorojnë hap pas hapi politikën e Edi Ramës dhe veprimtarinë e tij. Dhe unë e përshëndes veprimin gjerman që nxisin atë SPAK-un dhe Byron Kombëtar të Jetimit. Duket sikur janë tërhequr amerikanët pak, janë futur gjermanët në shumë lojë. Jo, nuk janë tërhequr amerikanët as pak, sepse amerikanët paguajnë SPAK-un dhe BKH-n. Thjesht kanë ha për ha e bëjnë me radhë, sot ti nesër nuk është me radhë kështu. Në mësak amerikanët po merren me kartelet, trafikun pra, se kartelet është fjalë e madhe që kemi në Shqipëri, kurse europianët, gjermanët me korrupsionin. Po pse thoni është fjalë e madhe, a nuk janë të tërë banditët e kokainës jashtë burgut? Vështirë që ne të krahasohemi me Meksikën që ka kartele. Por nuk krahasohemi me ata se ata janë vënë prodhues, por transportin më të madh në Evropë bën Shqipëria, e bën Edi Rama të kokainës. Se s'ta ka thënë, ne kemi thënë Edi Ramës, i kemi hedhur dorashkën, e kemi sfiduar, i kemi thënë, hajde të shkojmë bashkë zotëri të bëjmë testin e toksifikimit në laborator. Ja, po si e i droguar, s'vjen, sepse nuk mund vi. Tani, me që s'vjen dhe me që është i droguar, do të thotë se e gjën drogën. Ku e gjën? Kush ja sjell? Nga furnizohet, pra janë shumë pyetje që i bën Edi Ramës, të cilave ai nuk mund t'u jap përgjigje. Avokat, por tani edhe ministrat e ri, më duket se njëri është ka qenë shefi kabinetit të Ballukut që e ka zëvendësuar. Po flitet s'ka bërë ndonjë gjë më jo. Asnjë gjë s'ka bërë. Ajo është zero me gjuf ka që ka bërë ai që ka ndryshuar 4-5 veta. E çfarë pastaj se ndryshoi? Po tani dhe heq imunitetin, mendoni autorizimin të jashtë pagut? Se di. Boshti të keqes dhe kupola e krimit është Edi Rama. Nuk janë ata. Ata janë qirak të tija. Avokat, do e pyes se do i bie shkurt, duke pas parasysh se kushtet e rrethana, do të falenderoj shumë. Do ndalemi pak edhe tek Spiropali me Pirovëngun. Po këta janë dëm kolateral këtu, e hëngrën kot apo? Shiko,